Bashk për mundësinë që Shqipëria të bëhet. Përballë jush nuk janë turma, Redi. Jo, janë ata. 130 130.000 shqiptarë që nuk u blenë, që nuk u shitën, që nuk u thyen. Ata të veshur me blu, me të kuqe, me portokalli. Boll me ndarje, boll me sharje, boll me gjyqe, boll me jo nuk mundemi. Koha është tani. I keni votat, i keni shanset. Vetëm bashk bëheni fuqi. Vetëm bashk thyeni murin. Vetëm bashk bëni histori. 2029 nuk pret. Shqiptarët nuk presin. Historia nuk pret. Në 2029 ju duhet të zgjidhni. Çfarë të zgjidhni? Atreshin, pra Adriatik, Agron, Arlind, apo Ramsin 5, pra Ramsin Mbret? Dhe pas të tyja fjallën, jeni dakord me këtë gjë apo jo, Redi, si e shikoni këtë perspektivë, ja zëdhënsja e Ramsit, nëse ju nuk e bëni këtë, Atreshin, se çfarë na është përgjigjur, çfarë na ka thënë, në momentin që ne e kemi pyetur. Imagjinoni, ajo po flet tani në 2029, pas zgjedhjeve të 2029. Pra në Ramsin 5, nëse 4 vite më pas. 4 vite më pas. Imagjinoni për një moment, le të projektojmë në të ardhmen. Ja se çfarë thot zëdhënsja e mbretit, Edi Ramës. Dëgjoje. Përshëndetje shikues të emisionit Zonë e Lirë dhe të gjithë shqiptarëve. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se Shqipëria ka hyrë me një epokë të re madhështore. Edi Rama është shpallur mbret i përjetshëm i shqiptarëve. Si do të funksionojë kjo mbretëri e ndritur? A. Taksimi dhe burimet natyrore. Mos u lodhni më me pyetje se ku shkojnë të ardhurat nga nafta e patos marinzës apo minierat. Tani e tutje, të gjitha këto pasuri do të administrohen nga mbreti për të siguruar që të gjithë të përfitojmë nga bujaria e tij. Mos harroni, kjo do të thotë më shumë investime dhe një standard jetese të lartë për të gjithë. Sigurisht, nëse ndonjëherë keni ëndërruar të bëheni mbret vet, thjesht harroni, sepse tashmë kemi mbretin ton të përjetshëm. Drejtësia e re. Sistemi i drejtësisë do të reformohet në mënyrë që të mos keni më nevojë të shqetësoheni për korrupsion apo vonesa në gjykata. Nuk ka më spak, por një drejtësi e shpejtë dhe efikase, ku shkelësit e ligjit do të përballen me pasojat më të rrepta. Krimi në rrugë, harrojeni. Bandat dhe grupet kriminale do të jenë histori, sepse do të ketë një rend të hekurt si në monarkitë e gjirit. Zgjedhjet, kujt i duhen zgjedhjet? Tashmë s'ka më nevojë të shqetësoheni për fushata, votime apo debate politike. Me një mbret të përjetshëm, stabiliteti është i garantuar dhe ju mund të fokusoheni te jeta juaj ekonomike dhe mirëqenia. Siguria dhe rendi publik. Çdo tentativë për të sfiduar ligjin do të ndëshkohet me ashpërsinë maksimale. Pra, qetësia dhe rendi publik do të jenë të garantuara. Imagjinoni një Shqipëri pa frikë nga krimi, ku ligji është i patundur dhe i drejtë. Elemente të tjera, përveç kësaj do të ketë investime të mëdha nga arsim dhe shëndetësi, duke e bërë Shqipërinë një vend model në rajon. Dhe nëse keni ndonjë dyshim, mjafton të shihni vizionin e mbretit ton që na udhëheq drejt një të ardhmeje të ndritur. Po pra, mirë është ishin të në ekran, por çon si ka na iku tani kjo. Nuk pati mundësi Ledio për arsye koha që ta bënte, të ndante ekranin. Ret fjala për ty vëlla. Ti dhash të dyja opsionet, ose A3-shin që Ledio do korrigjoj tani se ka bërë 3A gabimisht, ose A3-shin, mos e ngatroni me Audi 3, nuk ka lidhje, ose A3-shin, pra 3A-t. Po ne kur thuat kë do votoj, 2029 do votoj A3-shin apo jo? Po. Shi vështirë të thuash votoj 3A-t. Jo, A3-shin. Votoj A3-shin, A3 dhe mbetet jo futet në zhargonin popullor. Bilet s'është më thjesht që ta marrin vesh dhe njerëzit. Po pra. Red, më thuaj projeksionin tënd vëlla. Mirë, do më lejosh fare shkurtimisht një analistë të shkurtër. Mos harro, 11 dhe në 12 deputetë insistoj të kjo pjesë. Nuk e di ai dakord apo jo. Do kishit po të ishit bashkë këto zgjedhje. Duhet bërë llogaria me lapse letër, por që padyshim do ishim më shumë të përfaqësuar në parlament. Po, do më lejosh një analistë të shkurtër për të thënë edhe, le të them, ndjesitë e mia sa i përket rezultatit të zgjedhjeve dhe pastaj të përgjigjem edhe për pyetjen tënde për. Përgjigju një të kjo dhe pastaj do më thuash ndjesin brapa. Po mirë, okay. Atëherë. Nëse mundesh, ai ta gjë. Po patjetër. Atëherë, fakti që le themi të treja partitë do të përfaqësohen në Parlamentin e Shqipërisë është një shans i madh dhe shumë i mirë për të dëshmuar qëndrimet që do mbajë secili sa i përket projekt ligjeve në Parlament,
që do vinë, ato të cilat mund të propozojmë se cila prej subjekteve dhe është një shans i mirë pikërisht për të dëshmuar atë gjitha të pjesë të fushatës të retorikës që ka ardhur deri tani. Në këtë mënyrë është shumë i mundshëm, do thoja unë, një lloj bashkimi brenda parlamentit, kështu siç jemi, për një katërvjeçar që Të ardhshëm, që filloi tashmë. për të parë mundësitë e së ardhmes, por ama Pra ti je pro bashkimit tani. unë jam ku secili subjekt mban qëndrimin e vet brenda parlamentit, por ama atë që nëse Lëvizja Bashkë e konsideron qëndrim të drejtë, edhe me votë, edhe me retorikë. Ti thua rast pas rasti atëherë. Sigurisht, rast pas rasti. Po, pyetja është 2029 si do dilin zgjedhje. Pra veç e veç? Po pra, nëse rrugëtimi ndër 4 vjet është themi i përbashkët, atëherë sigurisht çdo gjë mund ndodh në 2029. Ai thotë që doan të shikojnë a kanë më shumë pika që i përputhin bashkë, pra që ka kauza që mund bashkojnë vullnetet. Pika bashkimi apo pika ndarje, se përket gjithë projektligjeve të mundshme që mund të propozojnë aty dhe ato që do votohen me si thua që i sjell partia në pushtet ose opozita me një fjalë. Kështu që ka shumë vend për të treguar se cilat janë perspektivat e secilit subjekt dhe objektivat edhe mundësit për bashkëpunim në të ardhmen nëse në katërvjeçarin e ardhshëm, sepse në mënyrën se si e shtron ti, Çani, pra atë treshi apo Ramsi 5, detyrimisht që Midis të dyjave këtë zgjidhni. po sigurisht jo Ramën njëre, kjo është pak por e sigurt. Pra, është gjëja që ju bashkon më shumë apo jo? Megjithatë, unë do të them dhe bëj edhe Po vazhdo. e shkurtër, sepse në qasjen time unë mendoj se zgjedhjet e 11 majit ishte në një farë mënyrë edhe fundi një epoke. Një epoke e cila ka nisur që në vitin 2008 me reformën e vitit 2008, e cila vendosi në spektrin politik dy parti qendrore. Pra që ishte PD-ja dhe PS-ja. Dhe pse them fundi një epoke, sepse këto zgjedhje dëshmuan praktikisht humbjen totale të legitimitetit të Partisë Demokratike, me një humbje prej 200.000 votash apo jo në këto zgjedhje, çka solli edhe 83 mandatet e Edi Rama, sepse po të krahasojmë 2021 me 2024, me 2025-ën, aty janë si numër votash. Pra, Partia Socialiste rikonfirmoi numrin e votave që ka marrë në 2021, nuk është se ka rritur votat, le të themi. Kështu që e kaloi 800.000 më duket. Jo, 790. Unë di që ka kaluar, po të shofësh listën ka vajt 800 e pak. Ndoshta me diasporën. Po me gjithë diasporën se nuk i kam. Po tani me gjithë diasporën, se diasporën nuk mund ta lësh si vesh. Njerëz janë ata që votojnë. Sonë kanë parë prasë të votit. Ta kam fjalën këtu që në perspektivën e 2029, unë mendoj se Partia Demokratike aq më tepër nëse Sali Berisha këmbgul që të vazhdojë të jetë lideri i saj, domethënë do jetë një parti gjithmonë në rënje, çka e zhbën këtë bipolaritetin që e ka mbajtur gjallë sistemin politik në kuptimin e balancave. Pra, që vetë figura e Sali Berishës ka ndikuar që Edi Rama të marrë një mbështetje të gjerë tek elektorati i vet. Pra, edhe ana sjellta, që është e vërteta. Pra. Kështu që ajo që jam duke thënë është që me rënien e Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike, me rënien e mundshme, ti imagjinojnë të ketë rënie Berisha. Kështu e projektojmë le të themi për 2029. Pa ti projekton tjetrin. Atëre, ndërsa unë të ftoj të projektosh veten me këta dy kolegë të tjerë. Po them që është problemi. Tjetri që ç'bën kundërshtari, ti veç do bësh. Pra ju do bashkoni apo do rini pra veç e veç? Kjo është pyetja. Shikoj botën me sy të tu thot Çani mos e shikoj me sy. Ti ma ve përgjigjen mua. Varet nga qëndrimet në parlament. Pra ti nuk je kundër bashkimit në Parim apo jo? Janë 4 vjet që do dëshmon secili qëndrimet e veta. Dhe nëse qëndrimet do jenë të ndryshme, para të lë fjalën e Marsitit. Kjo ju prap do ju bashkoj që për hir të një qëllimi më të lartë akoma, të bëheni bashkë, të futeni bashkë dhe pastaj të vrisni njëri tjetrin nëse rriteni, pra duhet të futeni një herë shumë dhe pastaj vrisni njëri tjetrin. Pra, ideja është ka dy momente. Një herë duhet ta fitosh betejën dhe pas fitores vrisni njëri tjetrin. Mos mund të vrisni njëri tjetrin para fitores. Se humbjen e keni sigurt. Njësoj si triumvirate. Nëse më lejon ta bëj banale. Jo, më është precedent historik ose triumvirate. Nëse në qëndrimet tona brenda parlamentit për 4 vjet, ne jemi bashk në thonjza, në qëndrime, pra, atëherë nuk ka arsye pse. Po jo, unë them edhe nëse jeni her pas here të ndar. Po mirë, sepse varet se çfarë na ndan tani, sepse nëse na ndan çështja e ju ndan qasja ndaj shëndetësisë, ndaj arsimit, ndaj pensioneve. Mund të ndan qasje të tilla më që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Po përpara një alternative të sigurt dhe të fitore të janë shumë. Problemi është, e keni pushteti qëllim vetvete oret. Kjo është çështja ime. Nëse se keni pushteti qëllim, edhe e gjitha kjo që bëra unë bie. S'kam asnjë kuptim. Dyshim që kemi qëllim pushtetin sepse i duhet një alternativë reale dhe serioze Shqipërisë. Në këto zgjedhje ishte
e domosdoshme mendoj unë që ne të hynim si subjekte të ndara edhe për të provuar veten, edhe për të treguar qasjen programore dhe dallimet mes njëri tjetrit, ama siç thash, kemi 4 vjet kohë që të qëndrojmë, le të themi, në anën e dur, le të themi, të parlamentit. Këtë. Marsit? Unë e mendoj kështu, sepse në diskurin e Redit Çane, dëgjova që tha do shikojmë pika të 4 vjet, dhe ku përputhemi dhe në fund do marrim vendimin. Ndërkohë që unë mendoj që duhet hiqet drejtza, e cila është synimi për qenë bashk, mbas 4 vjetësh, dhe pasaj të përcaktojnë pikat. Pra është më me interes drejtza e cila përcaktojnë që fundi saj do jetë bashkimi juaj, i 3 ave pra, për qenë një ofertë, se sa të shikosh pikat edhe a mund t'i që drejtza në këto... Më falë, A3-shit, sa t'i që... Duhet futur kjo në zhargon. Ne duhet fusi, pasaj këta e marri se marri është puna e tyre. Në qo se bëhet apo jo, drejtza e drejtë. E para, e dyta herë, ajo që e tregoj dhe kjo precedent, dhe nuk ka nevojë të shikoni pikat tjera, është që votat e juaj po të bashkohen, dhe po të ketë ortek rritje... 130.000 vota. 130.000 njerëz që kanë besuar të këta të 3. Po. Janë outsider, e kupton? Drejt, që ishte dhe era parë që futem, domethënë alternativat e... Outsider më burr. Po, se njëri kanë çik më shumë lekë se tjetri, po çon si ka. Nuk ka qenë aty. S'është aty problemi, e kupton? Se edhe një shoqëri pa lekë nuk ka kuptim, e kupton? Dhe shoqëritë të jenë të gjithë të varfër se s'ka kuptim, mos kalojmë në ekstrem. Dikush më pak, dikush më shumë, po të bëhen bashk. Po. Rishpërndarje është ajo, apo e kam gabim? Shumë e drejtë. Po, pra. Do mendoj që ato duar që ti the që duhet të bëhen bashkë në 2000. Unë e imagjinova në skenë të 3 ata më. Skenë, imagjino po të fillojnë ta bëjnë që tash. Ngjitet dhe Redi se është deputet, ë? Ngjitet dhe Redi. Po, imagjino ta bëjnë që në parlament. Për shembull që të 3 në çdo kaos të jenë bashkë. Kjo është e bukur, le ta projektojmë pak. Po. Tani, Marsit e mbarove iden? Jo, do ta vetëm dua të vazhdo diçka tjetër. Sa për DNI, sa për info. Po. Në deri në këtë moment i po flasim ne, Partia Socialiste me Ramsin 4 në krye. Po. Është 812.000 e 316 vota. Tani në të momente, shifrës zyrtare. S'ka mbaruar akoma numërimi. Edhe do ketë më shumë, po. Kështu që... Më vjen një mesazh që më thot, Marsit, Redi më thot, një mesazh dashamirës. Thot, çunat janë bërë modest. Pasha Arlindin, dëgjova pak tikun, se u ka folur tiku diku. Po. Agroni nuk e di, thot, janë bërë modest, prisnin të shkonin në hën, por as nuk u nisën dot nga toka. Bukur, shumë kjo. Ani kjo është problemi, vëlla. Në tokë jemi, por ama hymë në parlament. Dakor, në rregull. Jo, kjo patjetër që është një sukses. Po Marsit, mbylle? Që ka shumë e bukur. Mbylle Marsit? Paka shumë ide ime dhe kjo do ishte, domethënë, e ka përmbledhur me një aforizëm të tillë, që ideja është që synimi real kur i futesh politikës Çani, është pushteti. Dhe gjithçka, ideologjia, parimet, vlerat, vlen vetëm nëse ti ke pushtetin. Pra skepin e pushtetit. Në moment që ti nuk ke pushtetin, gjithë pjesa jote është infanitje, në kuptimin që sado që ti të flasësh për kauza të caktuara, për një program të caktuar, në moment që ti se ke asnjëherë fuqinë për t'i aplikuar ato, nuk është se le shenjën tënde. Dhe ju të 3 që të leni shenjën tuaj, nëse nuk bëni bashkë dhe nuk e keni njëherë mundësinë të shikojmë a aplikoni apo jo ato programe, do ngelini jo me ndonjë ndryshim më të madh se një organizatë jo fitimprurse ose një grup interesi, i cili mund të thotë teza shumë të bukura, që mund të jenë dhe tema auditori, por nuk do keni asnjë legitimitetin për të thënë që shikoj, paktën ne tentuam kur e kishim pushtetin, ta aplikonim ose ta bënim këtë gjë. Pra, i duhet me patjetër ti lejnë këto pjesët parimore, mendoj unë. Misfizet e vogla. Misfizet e vogla. Që janë të rëndësishme, por jo përballë një kauze të madhe. Po bëjmë një listë që t'ja ç'bëj. Po them që ka një synim dhe një interes më të madh se sa këto. Është si puna e saj, në moment për shembull që rrethohet një fshat dhe që duhet mbrojtja, nuk do merret te votimi kush do rrit turni parë ose turni 2. Rëndësi ka të sigurohet mbrojtja. Por ama unë duhet të ngul këmbë që për shembull Redi, këtu kam një pyetje unë. Kontrasti, mos ndoshta duhet fillohet të bëhet që tani Berisha me arsyet e veta ka 50 deputet dhe doli sot në tubim. Pak njerëz kishin mbajtur në fakt, kishin mbajtur. Kjo pritej në fakt, gabimet më dhanë këto, po çon si ka. Dhe i mohoi nuk i njeh zgjedhjet. Paktën nga ana si deklarat tha nuk i njoh. Ju ti vetret, je i gatshëm? E di, do më thuash kjo është një vendim që s'merret nga unë, do mbledhë parti. Je i gatshëm të thuash ta përshëndesni fitoren e Ramës, thoni si që bëjnë gjithmonë, si që bëjnë urime për fitoren. Si fillon të bëni atë, apo jeni dhe ju inatçor në këtë? Të tregojmë pranimin e realitetit. Çështje inatesh është thjesht çështje që ti për kortezioze në mënyrë formale mund ta bësh. Ai de facto e mori pushtetin. Edhe me vjedhje. Unë jam i bindur që me vjedhje dhe me inxhinieri votash kjo është e sigurt. Nuk e vë njëri ndryshim vëlla. Do të them pra.
Po. me vjedhje, me shantazhe, me Jam të gjitha duhet thënë dhe unë jam i pari që jam dakord me këtë gjë mo. Edhe pas i provë, thjesht ideja është të shikosh një numër deputetësh që kishte ky kandidat në listat e hapura, që si njifte njeri, dhe që kanë marrë mbi 20.000 vota preferenciale, sikur vetëm ato të heqësh, më kupton? Se s'do të përmend emra tani. E pashë media ishte bërë për shumë i përmbledh fenomeni, përmbledh kjo, ç'është kjo vajza nga Saramila. Per, sa kishte marrë ajo, kishte marrë një kishte kaluar 20.000 më duk? Po, 22-23.000 mos gaboj. Për shembull, si kjo që ne nuk e i do vetim. Është edhe dikush në Durrës se njëjta gjë e cili janë disa, më nuk janë. Që është njëjti fenomen, Është gjapa, është njëjti fenomen. Për shembull, këto vota vëlla, sikur mos ndodhin që të merreshin kështu siç janë marrë, sepse tani më vjen keq po. Ka diçka këtu, nuk mund të do të marrë njëri pa njohur 20.000 vota preferenciale. Është e pamundur. Shumë e drejtë. Pra, është e pamundur. Pra, duket që këtu ka një organizim, një mirë organizim, të orientuar sakt. Këtu, pam, dakord. Si që ka dhe PSD-ja ato ndoshit, që merë, është e sigur, merë një mandat Tirana ai, 2 në Shkodër. Po. Njëti fenomen është. Tani, unë e kuptoj që si vetëm këto të marrësh, vëlla, po ti mbledhësh të votat e këtyre. Po. Nuk e di ja përmbysin rezultatin, po janë shumë. E trondit. E trondit shumë. Pra, këtu jemi dakord në Redi, këtu s'kemi debat. Pyetja është, a do projektojni si fuqi në të ardhmen? Apo, kjo është problemi. I vetmi shqetësimi im që kam intelektualisht është ky. Si projektojnë të ardhmen? Do ankojni apo do pushtoni? Do ankoni apo do pushtoni? Bravo, osa i madhi. Mua duhet të them që aseti kryesor që ka sot Lëvizja Bashk është ndershmëria e saj. Me fjalë, nëse ne sot kemi marrë 24.000 vota, është vetëm në saj të faktit se 24.000 qytetarë të Shqipërisë besojnë te ndershmëria jonë, te papërlyerja jonë me gjithë të vulgun e politikës, aferave, të shkëmbimeve, të manovrimeve për të grumbulluar një sasi sa më të madhe votash. Dhe më takon të them që ne, si subjekt politik, sigurisht në perspektivën që siç e shtroni dhe ju, pra, për të ardhur në pushtet eventualisht, jemi të gatshëm që të bëjmë kompromise, por jo të kompromentohemi. Pra, jo të kompromentojmë është e qartë diferenca. Asetin kryesor të Lëvizjes Bashk, që është, siç thash, ndershmëria. Pra, fakti që nuk mund të sulmohemi sa i përket figurës së Lëvizjes Bashk në asnjë pikë. Dhe këta aset ne duhet ta mbrojmë, dhe duhet ta ruajmë, dhe duhet ta Se bën Rama këto çan. Prit, një sekond Rama, me që jetë Rama. Dhe fiksën atë. Shikoa Ledio ka gati, ja çka thën Ramsi para 2 ditësh më duket, ose dia për dje, o dia për dje se më mirë. Shkosh ka thënë Ramsi 4, që po përgatit Ramsi me 5, nëse nuk bëhet ta treshi. Po. Ledio ke gati, ja çka thën për partitë që ai quan të vogla. Ledio plase pak ta dëgjoj dhe Ledio. Por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet kredi njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne Po pra, Marsit, dhe me që Rama the. Po, me që se Rama ka rritur ta bëjë se po i thoshin pak më parë Redit që do pushtoni apo do ankojni. Se kjo kaq me parinë e reduktimit kaq e thjeshtë është. Ose në 2029 bëheni bashkë dhe merrni sa të mundeni derisa ta rrezoni Ramsin e 4 që mund bësh. Është bërë me llogari ekspertësh 11 deri në 12, sot ta kishin bërë përpara 11 majit. Me llogari dhe sa do ta kundërshtoj Redi, jo me të keq. Sa do Redi të ketë dyshime, mund ulesh rreth pas emisionit me njerëz marrin vesh nga shifrat. Me këtë sistem dreqi, që është kjo gjë, 11 ishte minimumi, po të ishim bashkë në një koalicion. Minimumi. Është sigur do me kaq. Do të thënë nuk ka asnjë lloj dyshimi, po këtë janë të qartë. Pra nga 11, sot janë 4. E kupton tani ndryshimin vëlla? Do ishte një grup e gjysmë parlamentar. Po. Dhe do bëheshin shumë sepse po kjo është historitare, do e pyes Redin pas pak që s'do kemi kohë, edhe do bëjmë një pauzë.
Se imagjino sa deputet të pa kënaqur, jo nga pushteti kanë frikë të ikin ata se ja prek kokën mbret. Nga opozita, se sa do kërkoni të bashkohesh në këtyre. Po. Nuk e di sa do ishin këta të gatshëm të prisnin, ë? Është histori tjetër kjo pastaj. Pragmatizmi Po politik. njerëz të pa korruptuar dhe pa përfolur, dhe nga opozita ka atje brenda në parlament. Nuk janë të gjithë të përfolur, vëlla. Janë shumë. Unë zot përmend emra këtu, po janë disa. Ata thjesht duan Çani të shikojnë një ushtrim me potencial që t'i bashkohen. Pra, këta kanë shanse të mëdha. Se sot që ne flasim, Duke se duam të mbushim mendja Redi. sot që ne Se nuk flasim, është ky qëllimi. e drejt, sot që ne flasim, ta i ngjajnë bajraqeve të vogla në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, grupeve të vogla luftëtare, po që nuk janë solid. Nëse ta bashkohen, dhe do kishin atë fuqi që siç Si u duk Ramsi në këtë që të bëri tani? Çfarë ishte? Është përçarës prap? Përçarës sundo. Përçarës sundo. I falenderoj këta, ju tha bravo. Se kur i ngre, dhe në moment që i ngre, pastaj i lëshon që të bjerë I përmendi një term interesant që tha që i përgëzoj që i mbjetuam presionit të ajrit të forcave të mëdha politike, po nëse përkthejmë këtë çdo thotë kjo gjë, presioni Ti thua zbuloj subkonshin. Për kandidatë e lëvizjes bashkë presioni ka ardhur posaçërisht nga qeveria, nga patronazhistët të cilët i bënin presion kandidatëve tanë në lista, prindërve të kandidatëve tanë për të dorëhequr fëmijët e tyre nga listat e lëvizjes bashkë. Dyat e tjera. Dakor, edhe unë s'kam dyshim që edhe Ju bashkon bashkëpuajtja. Kjo një arsye shumë që të bëni bashkë. Ballë Ramës pa dyshim që po. Po. Sepse do kenë guxim të kërcënojnë në 2029 po të jenë bashkë të Është treja. totalisht hipokrite kjo që thotë, është thjesht për të treguar këtë gjithmonë këtë qasin që ka ai si inovator. Është retorik hipokrite, por që me sa duket ngjit në një pjesë madhe të njerëzve që vazhdon ta besojnë akoma. Po, hipokrizia se ne trajtojmë kështu Çani, se ne ka thënë një shprehje që për mua është labitar, thotë vetëm dy lloje njerëzish në këtë jetë mund të bëjnë çfarë të duan, budallai dhe mbreti. I pari e bën sepse nuk ka limite morale dhe nuk ka arsye budallai, kurse i dyti e bën sepse ka guximin e dur për të bërë atë që do. Si ishte kjo, se kjo meriton dhe njerëz. Vetëm dy njerëz kanë guximin, se ne ka thot vetëm dy lloje njerëzish, dy kategori njerëzish kanë guximin të bëjnë ç'të duan në këtë jetë, budallai dhe mbreti. I pari e bën sepse i mungon arsyeja, nuk e kupton atë që bënte, e ndërmerr veprimin, i dyti e bën me racionalitet dhe me guxim, me do diçka zgjatet dhe e merr. Sepse ka fuqinë apo. Po, elaborimi i kësaj është kjo që çdo mbret ka qenë në një moment budalla. Dhe pikërisht se ka qenë budalla, i ka humbur frika dhe e merr guximin dhe e merr ato që do. Dakor. Duhet bërë kjo shpjegim për ta kuptuar. Po. Ora është 21:28 minuta. Ne kemi dhe gjysmëore me Redin për të bërë muhabet për qefin tonë, dhe për të kuptuar, për të projektuar në të ardhmen, po bëjmë një xhiro ndërkohë Ledio, ikim te Dorelani për të kuptuar dhe për t'ju kujtuar të gjithëve ju që duhet të jepni fund